Rikthehemi së bashku në Klinika 24 si çdo të shtunë. Për çfarë do të flasim sot? Në pjesën e parë ne do të jemi në një lidhje nga Roma me Clarida Rapaj, ajo është psikologe, ne do të flasim për marrëdhënien që kanë krijuar të rinjt me ChatGPT. Në pjesën e dytë do ndalemi tek një sëmundje ortopedike. Doktor Ervin Priftaj, mjek ortoped, do na flasë më tepër për nekrozat avaskulare, një term i ndërlikuar, ai do ta thjeshtoj bisedën për të kuptuar më mirë. Ndërsa në pjesën e tretë ne do të kemi një trajnere për gratë shtatzan dhe nënat e reja. Palestër në shtatzani, le ta zbulojmë me Rudina Lakaj. Për të gjitha këto, ju ftoj të më ndiqni. Si që dhe unë njoftova, unë kam kënaqësinë të jem në një lidhje online, sepse doktoresa Clarida Rapaj është psikologe dhe jeton në Rom. Mirë se erdhe në studion e Klinika 24. Përshëndetje të gjithëve dhe mirë se ju gjeta. Të prezantova si psikologe, po ndërkohë ti je specializuar dhe në kriminalistik, apo jo? Atëre po prezantohem, po unë jam psikologe, jam kriminologe forense, jam ekspert dhe në viktimologji dhe gjithashtu bashkëpunoj dhe me shkollat për sa i përket adoleshentëve. Për shembull, ky vit që u mbyll tani kemi bashkëpunuar goxha me një asociacion shumë të madh në Rom për sa i përket temave të adoleshentës, me fjalë, për sa i përket emocioneve të adoleshentëve dhe si mundet t'i përdorin ata. Ndërkohë, unë mora spunto nga një postimi juaj që pikërisht kishte të bënte me adoleshentët, sepse dhe ne në Klinika 24 gjithnjë më tepër po i kushtojmë vëmendje sidomos shëndetit mendor të popullatës aq më tepër të rinjve. Duket sikur pandemia, tërmeti, gjithë kjo situatë e ka ngarkuar popullatën, por aq më tepër po reflektohet edhe tek adoleshentët. Kjo nga një ranë. Nga ana tjetër, teknologjia ka përparuar me hapa të frikshëm, të themi. Nuk besoj se ka të ri apo adoleshent që nuk e përdor internetin, rrjetet sociale, por tashmë dhe ChatGPT. Cila është marrëdhënia që ne kemi krijuar me ChatGPT, doktoresha Clarida? Atëre, mund të themi që ChatGPT në radhë të parë njerëzit që drejtohen sepse nuk gjykon, okay? Nuk të ndërpret, nuk të refuzon, është gjithmonë gati dhe nuk të lëndon, mund të themi, emocionalisht. Atëre, unë jam afruar botës inteligjencës artificiale, veçanërisht ChatGPT nga jo vetëm nga kurreshtja teknologjike, por nga një nevojë e thellë që lindi nga puna ime klinike. Filloi kur erdhi një djalë 14 vjeçar që më erdhi në terapi me kërkesën e prindërve, ata ishin shumë të shqetësuar sepse nuk arrinin të komunikonin me të, domethënë që veprimet, komunikimet që kishin ata njëri me tjetrin ishin vetëm ato minimalet, ato praktike, ato funksionalet, për shembull ngrënia, ndërimi rrobave ose që mund të çonin në sport. Dhe nuk ishte asnjë lloj, mund të themi, shkëmbim emocional për sa i përket raportit ndërmjet prindërve. Dhe nga ky shqetësim, nga kjo eshtje ose nga kjo distancë, mund të themi, emocionale, ata kërkuan që ta ndiqja. Dhe të them të drejtën, gjatë rrugtimit që bëra bashkë me këtë djaloshin, doli në pa një aspekt që mund të them, edhe pse jam profesioniste për shëndetin mendor, më tronditi pak thellë, mund të themi, sepse djali ndikej më i kuptuar dhe më i lirshëm që të fliste me ChatGPT se sa me prindrit e vet. Dhe pyetja që gjatë bisedimeve tona, pyetja që i bëra drejt për drejt dhe që erdhi nga ky djalosh, tha, me prindrit nuk mund të flas. Kam ndjensinë që nuk më dëgjojnë, nuk më kuptojnë, ndërsa me ChatGPT ndihesh më i lirë dhe gjithmonë ndihesh më, si ta them unë ty, më i kuptuar. I pa gjykuar. Dhe këto fjalë, këto më lanë pa fjalë, sepse si me fjalë, nga njëra anë adoleshentët, po dhe të rritur, kanë shumë nevojë që të mirë kuptojnë me njëri tjetrin, kanë dhe më shumë për pranueshmëri, por nga ana tjetër çfarë mund të ndodhë me ChatGPT, me inteligjencën artificiale, mund të themi që ka një boshkllëk relacionali.
Okej, pra ChatGPT... Tani, pa dashur t'ju ndërpres, besoj ky nuk është një rast sporadik. Ky është një fenomen që për fat të keq po gjen dhe po merr shtrirje. Pyetja është, pse ne i drejtohemi teknologjisë më me lehtësi se sa prindërve apo të afërme? Çfarë ka ndryshuar në natyrën tonë njerëzore dhe çfarë po ndryshon tek fëmijët tanë? Dhe a është e aftë ChatGPT-ja të japi ndihmën që ja jep një psikolog apo një specialist i shëndetit mendor këtij adoleshenti, këtij fëmije? Këto janë pyetjet për mua. Okej. Atëherë fillojmë nga pyetja e parë që më the pse fëmijët i drejtohen ChatGPT-s. Atëherë, mund të fillojmë nga gjëja më themelore. Kur mungon një figurë e qëndrueshme dhe e hapur në familje, fëmija apo adoleshentët nuk ndalon dot së kërkuari, sepse adoleshentët janë në kërkim, janë në një lloj moshe që duan të dinë çdo gjë. Çfarë ndos tani? Në këto raste teknologjia nuk janë vetëm të them një argëtim apo një kuriozitet, por bën një stre relacional. Pra, ChatGPT mund të themi, nuk të gjykon siç e thash që në fillim, nuk të ndërpret, nuk zëmërohet, nuk të imponon. Kështu që është gjithmonë i disponueshëm, gjithmonë i qëndrueshëm dhe gjithmonë pranë teje për të përgjigjur. Por çfarë mund të themi për një fëmijë ose një adoleshent, sepse mund të flasim edhe për fazat e adoleshentëve, sepse ka kërkesa të ndryshme. Për një adoleshent, për shembull, që jeton në një ambient ku përgjigjet emocionale janë të ngarkuara, janë me stres, eshtje, nervozizëm ose një refuzim, ky lloj, mund të themi, ndërveprimi paraqitet jo si një oazë qetësie. Okej? Me fjalë do të thonë që kur fëmia nuk ka një ambient në familje që të ndihet i kuptuar, të ndihet i dëgjuar dhe mos të ndihet i gabuar, ai kërkon diçka tjetër. Mund të themi që në një epokë që është i dominuar tani komunikimi i shpejt, mesazhet e shkurtra, vëmendja, mund të themi është përqendruar, aftësia e inteligjencës artificiale, çfarë na bën? Na bën që për të qëndruar të fokusuar në bashkëdistribuesit, edhe me dukje. Mund të jetë jashtëzakonshme, shumë joshtë se kjo pjesë e teknologjisë, në një mendje mund ta themi që ka etje për dëgjim, të vërtet, por që nuk është e mësuar ose përjetuar për kompleksin e marrëdhënieve njerëzore. Pra, është një ribelim, është një thirrje për një kontakt që adoleshentët e përdorin ChatGPT-n sepse ku nuk gjen vëmendje në familje, ai kërkon diku tjetër. Në temat klinike mund të themi... Pra këtu kemi një thirrje që mund t'i bëhet të gjithë prindërve, që duhet patjetër të kthejmë syt nga fëmijët dhe të përpiqemi t'i kuptojmë, apo jo? Sepse në atë heshtjen e tyre, në atë mbyllje në vetvete, ata ndihen, si të thuash, të përjashtuar dhe pa vëmendje nga familja apo nga prindrit e tyre, nëse e kuptova qartë. Atëherë mund të themi për shembull që themi në termat klinike është që kërkon një strategji mbijetese emocionale. Pra, me një fjalë, kur fëmia përballet kundër indiferencës, mungesës së dialogut apo dhe refuzimit, ai nuk ndalon dot pa patur një lloj përgjigje. Dhe ku mund ta kërkojë përgjigjen, siç e thamë më parë, nëpërmjet inteligjencës. Por çfarë ndodh në këtë mënyrë? Sepse për të zgjedhur një mënyrë më të sigurt apo më pak të dhënshme, e drejtohet një entiteti virtual, që nuk e kundërshton, që e pranon pa kushte, dhe mbi të gjitha nuk e zhgënjen. Okej? Po është ky ndihma e dur? Është kjo ndihma e dur? Jo, sado kjo të jetë, më ta themi, funksionale në afat shumë të shkurtër, nuk përmbush nevojat e thella të rritjes psikologjike dhe emocionale. Pra, inteligjenca artificiale nuk mund të afroj as për qafim, as një emocion ose një model edukativ të vlefshëm. Pra, ajo që mund të njofë në shprehjet jo verbale nuk e kupton realisht ambiguitetin emocional, okay? Dhe nuk e merr kurrë teknologjia rolin e një prindri. Dhe duhet të kemi parasysh që fëmia nuk largohet nga ribelimi apo mund të themi nga nevoja për mbrojtje nga ChatGPT. Ai e percepton atë vend si të sigurt, por kjo ndodh në momentin që nuk ka një njerëz që mund ta kuptojë, mund ta dëgjojë, okay? Sepse kur neve
Ktu është më fjalë është një bisedë shumë e hapur sepse sot për sa i përket ChatGPT, inteligjencë artificiale, rrjetet sociale, është një botë shumë e madhe ku çdo gjë mund ta kesh gati dhe një jo është shumë e rrezikshme për shumë adoleshent apo fëmijë dhe po shikojmë edhe për sa i përket dhunave, për sa i përket vrasjeve të çifteve të rinë adoleshentë, sepse nuk arrin ta kuptojnë çdo me thënë no, duke ambientuar, jo me fat se thash no, duke thënë jo, dhe duke ambientuar me këtë lloj komunikimi që çdo lloj kërkese që unë i bëj, kësaj ChatGPT, çdo lloj informacioni e kam gati, okay? Pra, çfarë po ndodh që adoleshenti duke marrë një lloj komunikimi dhe çdo lloj përgjigje që ai pret nga që i vijnë dhe ai me fjalë ato përgjigje që i vijnë për gjithmonë përgjigje pozitive. Është gjithmonë në një fjalë për atë është diçka që e ka çdo përgjigje e ka gati. E kuptova dhe në fakt kjo është e kuptueshme, pra kur mungon diçka zvendësohet me teknologjinë. Por sa duhet na alarmojnë kjo, sepse... Jo, po, shumë. Atëherë, mund të themi që çfarë rrezikojnë adoleshentët, zhvillimi një ndjenje boshllëku pa lidhje të thella emocionale, pa ndjenja reciproke, fëmia rritet me bindjen se askush nuk mund ta kuptojë atë plotësisht. Pra, vështirësi në ndërtimin e një identiteti emocional të qëndrueshëm, pa përbojën e reflektimit në sy, në zemrën e njëri tjetrit të gjallë, në fakt fëmia ka vështirësi ta kuptojë veten e tij. Pra, çfarë mund të ndodhi që rreziku i izolimit social dhe emocional, sa më shumë fëmijë të mësohen me një botë virtuale, mund të themi të do me fjalë të parashikueshme do të jetë e qetë me fjalë, por artificiale, aq më shumë ai e shmang botën reale me të gjitha pasiguritë emocionale që janë. Pra, teknologjia nuk është armiku që nuk të themi, armiku kush është zvendësimi i marrëdhënieve të gjalla, emocionale, me ndërveprime po të sigurta që janë bosh. Kështu që a mundi ta ndalojmë fëmijën që të përdori ChatGPT, është e pamë me fjalë. Çfarë mund të bëjmë ne? Fëmijët e sotme janë të rritur me këtë lloj realiteti digital. Pra, teknologjia mund të themi që është një element që nuk mund t'i shmangemi. Është një pjesë organike e jetës së tyre të përditshme, okay? Por mjeti për të mësuar, për të informuar, për të komunikuar dhe për të krijuar identitet me fjalë ndalimi pa shpjegim, pa bashkëbisedim, pa ndërtim besimi, shpesh nuk jep rezultate, sepse nuk mundet një fëmijë që ka pasur celularin për shumë kohë të arrijë prindi tani thotë që tani do ta sekuestroj celularin sepse nuk është më e mundur. Pikërisht e kemi trajtuar edhe në emision dhe atë rastin e abstinencës kur prindrit i morën celularin. Unë dua t'ju bëj dhe një pyetje tjetër. Pra, patjetër që e kuptova nga biseda juaj që mesazhi është komunikimi njerëzor i prindërve me fëmijët për të krijuar ato marrëdhëniet njerëzore. Por nga ana tjetër ju pyes si profesioniste, sa e aftë është ChatGPT t'ja japi ndihmë profesionale? Atëre, mund të themi që ChatGPT nga ana profesionale, flasim gjithmonë, po flasim për një terapi ose po përdoret dhe për terapi, themi. Këtu, atëre, e njëjta gjë ndodh, siç e thash edhe çfarë edhe për fëmijën. Për sa i përket inteligjencës artificiale që të përdoret si terapi, kjo do sjell shumë probleme nga ana e rritjes, flasim për adoleshentët, nga ana se si mundet ti përballojnë disa, mund të themi, emocione që mund të jenë, sepse ChatGPT, teknologjia artificiale, na jep atë përgjigje që neve dëshirojmë, na jep gjithmonë atë fjalën e mirë, na jep gjithmonë atë që mos u mërzit, kjo do bëhet ecë përpara, po vazhdon mirë. Ana emocionale që kemi brenda, atë vetëm me një psikolog, me një psikoterapeut, ose në disa raste me një psikiatër, në fjalë nëse ka nevojë për diçka gjë tjetër, sepse ana emocionale neve duhet të kalojmë tek ato emocion dhe avash avash me fëmijën, në këtë rast po flasim për adoleshentët, do t'i nxjerrim ato fjalë dhe emocione, sepse një fëmijë
që nuk dëgjohet, rritet me bindje se nuk ka zë, dhe në momentin që ai ka vetëm këtë lloj komunikimi, si mundet të nxjerrë atë emocionin e tij, si mund ai të kuptohet nga të tjerë, dhe ky është një boshllëk emocional edhe kur të jetë më i madh, kur të rritet. Me fjalë, është një retrospektiv që ata shprehen shpesh, askush, me fjalë më thonë që askush nuk ka pyet se si ndihesha. Adoleshentët këtë mendojnë, sepse prindri po bëhet shumë zhgënjyes për ata. Do me thonë që ndonjëherë adoleshentët shprehen me ndjenja të ndryshme, ose në një fjalë, një gjuhë që ndonjëherë i marrim ne të rritur si budalloqe. Dhe kjo gjë, çfarë bën? Nga ana emocionale e bllokon një adoleshent. Dhe ndërmjet kësaj, siç tham, gjejnë një lloj, mund ta themi, një lloj mirëqenie, por nga ana emocionale është një dëm shumë i madh, dhe që përdoret ChatGPT për sa i përket të terapive. Kjo është një diçka që edhe më shqetëson, sepse si mundet t'u japim, si mundet një fëmijë, një adoleshent, po edhe një i rritur, se varet se çfarë po kalon atë periudhë jete, si mundet t'i nxjerrë ato emocionet, si mundet t'i shprehi, si mundet t'i kaloj ato emocionet një nga një dhe t'i japi një lloj emri atij që po ndjen, sepse sot ajo që po ndodh, jo vetëm të miturit, por edhe të rriturit nuk din t'i japin një emër emocionit. E vërtet, është dhe kjo është problemi. Dhe kjo është një problem shumë i madh, sepse po flasim për adoleshentët, kur të përballen nesër me jetën, të flasim me universitetin, mund të flasim me punën, me çdo lloj karriere, si mund, apo edhe si ta themi, një kolokvio për punën, një bisedim për punën. E kuptoj, dëmi nuk është vetëm afat shkurtër, por dëmi është afat gjatë te ky individ, te ky adult që do të formohet. Pra, asnjëherë, e kuptova që thoni që asnjëherë ChatGPT-ja nuk do ta zvendësoj specialistin apo terapistin, por madje mund t'i bëj dhe dëm te këta adoleshentë që nuk arrin ta bëjnë edhe dallimin midis specialistit dhe një përgjigjeje fast që vjen nga teknologjia. Ju kishet ngritur një pyetje tek postimi juaj. Ju thoshit kush dëgjon vërtet pas ChatGPT-s, çdoni të thonit me këtë? Kush është vërtet? Kush përgjigjet vërtet? Kush qëndron vërtet pas ChatGPT-s? Çdoni të thoni me këtë? Atëre, me këtë do të thosha me fjalë që neve ChatGPT është një teknologji, nuk është një njeri atje. Okej? Të gjitha ato emocione, të gjitha ato fjalë që një adoleshent shprehet kësaj makinerie, mund ta quajmë, okay? Nga ana emocionale, nga ana e besimit, nga ana e kurreshtjes së fëmijëve, janë të gjitha të mbyllura në një teknologji. Pra e kuptoj, do me thënë mungesa e emocionit, ajo që e përcollët për gjatë gjithë bisedës suaj. Sepse janë disa mosha që janë shumë të rëndësishme. Flasim për shembull për moshën nga 6 vjeç deri në 10 vjeç. Është një moshë që janë shumë kurreshtar në këtë moshë. Dhe kjo periudhë mund ta themi që nihet si faza e eksplorimit të botës së pyetjeve. Po, së pyetjeve. Pyesin gjithmonë, vazhdimisht. Si mundet një makineri me fjalë që mund të japi përgjigjet sa më të mira, sa më të bukura? Në këtë lloj faze, një fëmijë, në qoftë se shpërfillet, për shembull, flasim kur flet me prindit apo dhe me shoqërinë apo dhe me familjarët e tij, në këtë lloj faze, qoftë se shpërfillet me fjalë, ose nxitohet që t'ja mbyllim pyetjet, ose të dëgjojmë që më lër tani, pyet më vonë, ose çfarë janë këto budalloqe, ose nuk merr përgjigje. E kuptova, në takon ne si prindër dhe gjithë shoqërisë që të mundohem jo vetëm të jemi të pranishëm tek fëmijët, po të mundohemi ti kuptojmë dhe paka shumë të flasim të njëjtin alfabet, të njëjtën gjuhë, e dëgjova nga biseda. A keni një mesazh për prindrit në këtë situatë?
Atëre, ne tani shkolla ka mbaruar, besoj edhe në Shqipëri, se paka shumë se është në Itali shkolla. Jemi sezon provime, shkolla është pothuajse drejt fundit, në mos ka mbaruar. Okej, atëre, unë mendoj që jemi në kohë vere dhe mundet të fillojnë prindrit në një mënyrë mund ta themi shumë qetësie. Do me thënë që, sepse nuk duhet të fillojmë gjithmonë në mënyrë agresive me fëmijët që t'u heqim telefonat, okay? Apo t'u ambyllim mesazhet apo t'u ambyllim të gjitha me çfarë po merren sot fëmijët. Atëherë, unë mendoj për prindrit duhet të fillojnë që vetë prindri është pasqyra kur ai mëson me fjalë, fëmia mëson të shoh veten e tij. Dhe nuk është asnjëherë vonë për të rifilluar një lidhje me fëmijët, me adoleshentët. Pra e kuptova të krijohet një model, pra duhet fillojnë vetë prindrit të merren më pak me, të themi, me telefonin dhe me teknologjinë, që të jetë pasqyrë dhe model tek fëmijët, po? Është pasqyrë, unë shikoj prindin çfarë bën dhe mbas prindit unë bëj dhe unë, okay? Është pasqyra reflektimi i fëmijës. Dhe një mesazh të shkurtër që kam për prindrit, është momenti i dur për të rikthyer me fëmijët. Okay? Një botë që tani jemi gjithë online, duhet të kthehemi offline, por duhet japësh fëmijëve edhe mundësi se si ta lidhin raportin emocional, duke filluar me lojra, duke filluar me shumë gjëra të tjera. Dhe tani që është vera, është mundësia më e mirë për të ndërtuar nga ana emocionale dhe për të rigjetur gjuhën e zëndës, për të kaluar vërtet një kohë reale së bashku që unë jam tani këtu me ty, të dëgjoj, të kuptoj, edhe nëse ndonjëherë nuk arrim ta kuptojmë atë gjuhën e adoleshentëve sepse janë kurioztar, bëjnë shumë pyetje të ndryshme. Neve duhet jemi atje ta kuptojmë. Dhe nëse nuk e kuptojmë disa gjëra, duhet të vazhdojmë të themi, ok, nuk e mora vesh tani, a mund të ma shpjegosh me fjalë më mirë? Duhet të futemi mund ta themi, në botën e tyre. Në botën e tyre që t'i marrin vesh, sepse për ndryshe këta fëmijë kanë nevojë që dikush t'i dëgjojë, dikush t'i kuptojë dhe pastaj nëse nuk ka kush t'i ndjek këta fëmijë, ka do vend ose në YouTube, në ChatGPT, në TikTok dhe në ato lojrat. Patjetër do t'i rikthejnë asaj botës virtuale që ju e përmendët. Më pëlqeu shumë shpreha juaj të kthehemi offline dhe të kalojmë kohë me fëmijët, por sidomos të ndajmë emocione me ta. Të falenderoj shumë dhe të pres në studio kur të vish të vizitosh Tiranën, Shqipërinë. Patjetër, kënaqësi për mua që ndava këtë pse ishte shumë e shkurtër koha, kam dëshirë të flas për adoleshentët sepse këtu në Itali merrem goxha me punë dhe pse jo të japim disa informacione që për prindit duhet të jenë shumë të rëndësishme dhe të prindët të fillojnë të largojnë celularin kur janë me fëmijët e tyre. Mos jetë në tavolinë, asnjë vend të jetë lart, jetë në ambiente shumë të larta, jo të ulta, mos jetë në shikimin e syve. Të jenë modeli, pra të jenë ajo pasqyra. Falenderoj edhe një herë. Mirupafshim, juve.